Të nderuar shikues, jemi në pikën turistike të Shqirokës. Në këtë moment është duke u finalizuar edhe një ceremoni festive, një drek festive që shoqata e veteranëve të mundjes së Shqipërisë në bashkëpunim me atë të Shkodrës organizoi për nder të 64 vjetorit të ditëlindjes së Koles Lisit, një kampion i shkodran që jeton në Amerikë, por sot e festoi me kolegët e tij, me miqtë e tij shkodran dhe të gjithë Shqipërisë. Pati shumë edhe disa dekorime, nderime për një grup sportistësh kampion, një ndërtosh edhe Menir Abdia, i cili ka marrë një dekorat dhe natyrisht është i kënaqur. Urime për dekoratën e Menir. Jam shumë i kënaqur, po shok më të mirë, shok më të ngushtë, shok më të dashur. Sa jetë së mund të kena bërë një punë shumë të madhe, jam shumë i nderuar prej tonëve, jam i nderuar shumë, mund të sepse pas një ditë shumë të gëzueshme, jetën time së mund të si ishin përfaqësues jashtëzakonisht prej tonë rrethave nga Tirana, nga gjithë Shqipëria. Jashtëzakonisht i lumtur, pas 20 më të dashur të mi, kena bërë vite shumë, që fëmijë jam marrë me këtë punë, jam shumë i nderuar. Sa vite ka sot karrierë ju sportive? Mi 23 vjet. Kush janë disa nga kolegët tuaj të atij brezi? Fred Bardeli, Toma Raci, Agustin Mijelli, Koles Lisi në Rom, Seladin Reza, Angelin Andreas Sokoli, Alfred Bardeli patjetër. Alfred Bardeli, shoku jam i dashur. Fred Bardeli, Rock Bardeli. Janë shumë të atij brezi, por rëndësishme është tanë emra të shpum për momentin s'mund të s'na kujtohen s'mund të. Ndonjë ndeshje se ju ka lënë përshtypje në karrierën tuaj sportive që ju ka kënaqur, teksa keni fituar. Kena shumë ndeshje si kena bërë, kena shumë ndeshje si kena dalë mirë, kena shumë ndeshje si kena dalë pa gëzueshëm, po jam shumë mirëjos. Menir, urimi juaj për Koles Lisin për këtë ditëlindje. Edhe 100 vjet. Djali i shkëlqyeshëm, njeri shumë i mirë, sportist shumë i mirë. Jam shumë i thashën si u pash me tanë shokët e mi. Ishim Menir Abdin, ish mundës i vazhdis, shumë i suksesshëm, u dekoruar sot me një certifikat me njohje për kontributin e dhënë, edhe sot një profesionist i vërtet në profesion. Menir, faleminderit. Faleminderit, i nderuar, faleminderit.